Plazh falas për qytetarët dhe respektim të kontratës nga bizneset për të lënë hapësirën 30% të lirë për ata që nuk kanë mundësi të paguajnë çadrat dhe shezllonët e privati. Teksa inspektoi gjatë kësaj të premteje e plazhin publik të Bashkisë së Vlorës, kryebashkiaku Ermal Dredha tha se edhe këtë vit qytetarët do të kenë një tjetër hapësirë të konsiderueshme falas me çadra shezllong të vendosur nga bashkia. Kryebashkiaku theksoi gjithashtu se plazhet publike do të ketë edhe në Radhim dhe Orikum, ndërsa lançoi edhe nismën për të ofruar çadra falas edhe në Zvërnec. Në fakt duhet kishte filluar më parë, nuk diskutohet. Ne kemi pasur çadrat sepse kemi nga viti i kaluar, siç e dini dhe ju, thjesht mungonte vendosja e tyre. Kjo edhe për të respektuar pak edhe kontratat e plazheve që do të jepeshin apo stacionet e plazheve privat. Patjetër që kjo është identifikuar nga ne, po bëmë automatet tona dhe sot që shikoni kemi vendosur në funksion. Dihet është një plazh publik, ne ofrojmë çadrat falas atje për gjithë ata që janë interesuar të shpenzojnë këtu pushimet në këtë pjesë të lungomare tonë, por patjetër që ka dhe vende të tjera që ne ofrojmë hapësira publike për stacione plazhi publike. Duke filluar nga këtu, gjitha hapësirat që respektohen nga 30% për çfarë do lloj stacion plazhi që ka në këtë segment. Kemi në Radhim, nuk diskutohet, ka në Orikum, siç do të ketë edhe në pjesën e plazhit të Zvërnecit, që ju e dini shumë mirë që do të ofrojmë çadra dhe atje, po do të jenë falas. Pa janë uazuar nga ne, nga bashkia, do të vendosim tabelat identifikuese që njerëzit të jenë edhe të informuar para se të aksesojnë atje. Kështu që do të jetë një ofertë më e mirë për gjithë ata që duan të shpenzojnë pushimet në stacione plazhi publike. Bashkia e Vlorës ka hapur një thirrje për punësim sezonal të rojeve bregdetare në plazhet publike, por sipas kryebashkiakut Dredha nuk ka patur interesim. Kryetari i bashkisë tha se aplikimet do të rihapen përsëri dhe ftoi të rinj të bashkohen kësaj skuadre. Gjithë vitet ka qenë si procedurë që ne mund të ofrojmë edhe roje plazhi në stacionet tona, por kemi bërë një thirrje dhe kështë bërë dhe vitet e kaluara dhe nuk është se ka shprehur interes. Kjo edhe ka dhe për arsyen sepse pagesa që ofron privati, pra sektori privat janë më të larta dhe nuk është se ka pasur interesim të madh. Megjithatë, thjesht për informacionin tuaj ne kemi bërë një shpallje para 10 ditësh. Nuk ka pasur kërkesa, megjithatë do ta rishpallim prapë me qëllim që deri në momentin që do të ketë qasje apo njerëz janë interesuar apo të rinj janë interesuar për të bërë vrojtuesi në stacionet e plazheve publike, ndërkohë që edhe Drejtoria e Shërbimit të Urgjencave në bashkëpunim me drejtorin Skënder Brataj ofrojnë dhe ata një trajnim për ata që do t'i bashkohen kësaj nisme. Duke folur për cilësinë e ujit në plazhe, kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha tha se me ndryrjen më të fundit të ndërmarrjes ujësjellës kanalizimi rajoni Vlorë nuk do të ketë më ujëra të zeza që të derdhe në det. Uji është i pastër në atë problemi që kemi pasur për që ka qenë mbartur nga më parë ose që ka qenë si problematik të pjesën e menaxhimit të ujërave të zeza. Ju e pak ditë më parë, ne kam ndjekur nga afër edhe pjesën e ndërhyrjes së ujësjellësit për derdhjen që është diku jo larg nga këtu. Është mbyllur dhe është bypassuar te magjistrali kryesor i trajtimit të ujërave të zeza dhe pra nuk do të ketë derdhje në det, që është gjë e mirë, shpangerat edhe e mban më të pastër ujin. Kryebashkiaku Ermal Dredha tha se strukturat e bashkisë po punojnë për të patur një sezon turistik sa më të suksesshëm. Ne punojmë çdo ditë që ta kemi sa më të suksesshëm sezonin, jemi të gjithë në terren, ju e shikoni, bëjmë edhe ato postimet tona në rrjetet sociale për t'i treguar edhe gjithë komunitetit që jemi të angazhuar maksimalisht, edhe ku ka reagime nga komuniteti për të korrigjuar edhe ato gabime që mund të ndodhin, patjetër njerëzore dhe jo me qëllim, por që patjetër të gjithë në terren që ta përballojmë me sukses të sezonit.